nëse nuk lirohet ky njeri, do të vrasim një ndërkombëtar. Kaq ka qenë, më kujtohet. Mendoj që është interesant kjo emër Haklaj, ka mbet si më duket se ka shumë ka shumë perceptime, ta përjetosh po flas për vitin 98, kohën kur ishim në Tropoj, se pa të vendosur zyrën tonë në Tropoj, në hoteli Shkelzen, zia keni pa hotel Shkelzen, sot po atëherë ka qenë keq shumë, ka pas kushte kur gjë, ka qenë kur i shoh sot çish duket, është ditë e natë. Nëse ne e dim që Haklaj ka qenë kryesoret në rajon. Ti s'ke pas mundësi me kry punë pas lejen me shku andej, po ne nuk e kemi patëm një si me thënë, në fakt jemi përzën kinse, ka qenë një moment në gusht, për shkak se një shef i policisë, më kujtohet e kishte një revolë me diçka ari ashtu, kishte një far koboj si shef i policisë, edhe e kishin zënë një Haklaj, cili nuk e dis më kujtohet emrin, po një Haklaj i famshëm, njëri prej tyne, i kishte zënë, kishte fut në paraburgim, diçka të tillë. Prej këtij paraburgimi doli kinse nga familja Haklaj, kërcënim ndaj të gjithë të huajve që janë të huzur, atjere ishin plot aty. Në identitet, ne kemi pas për detyrë, kemi shku rregullisht në kufi, e kemi marrë plagosurit e UÇK-s, do civil ashtu, e kemi marrë, e kemi qu disa në spitalin i Bajram Suri, disa më të rënë në spitalin në Ushtarak në Tiranë, e tjera. Patëm do mision, edhe patëm do familje refugjat, që ishin në përfshatra të Tropojas, me aqu ndimat. Do thënë, Haklaj e kemi ditë që emër të rëndësishëm, po s'kemi marrë vesh më shumë e këtë punë. Vetëm më shumë e kemi kuptu kur kinse vinte kërcënimet për familjes Haklaj, derisa nëse nuk lirohet ky njeri, do të vrasim një ndërkombëtar. Kaq ka qenë, më kujtohet. Do thënë, perceptimi negativ u kriju. Tani kaluan vitet, edhe unë gjithmonë kam pas gjë kështu punë, po edhe kam filluar me kuptu, Shqipëria, ku kisha jetu gjatë viteve 90 në Shqipëri. E gjej që politika në Shqipëri ka qenë edhe sot, ka qenë gjithmonë e ndërlikuar për të kuptuar, dy figura kryesor, dy parti kryesor, edhe këto luftrat politike të brendshme të Shqipërisë kanë pas një ndikim të fortë në marrëdhëniet bashkë me UÇK-n. Ka qenë, e jo vetëm me UÇK-n, se mos harro ka qenë dy UÇK. Se në atë kohë ka qenë Farku. Ka qenë në fakt dëllishmëri mes dy partive kryesore. Sepse në një uniform. Po, edhe ka qenë Farku, UÇK, të dy quheshin UÇK, po njëra ishte e pjesës Rrugovës, pjesa tjetër, edhe pjesa atyre që ishin Rrugova përpara, edhe Farku, UÇK. Ne kryqin kundërkombëtar, ne kemi furnizuar për shembull ambulantat që e kishin të Farkut dhe të UÇK-s në Tiranë, për shembull, në Tiranë ishin ndarë në dy vende të ndryshme. Ka ekzistu këto ndasi. Këto ndasi ishin të reflektuar në jetën politike të Shqipërisë. Në luftë, jetën politike të Shqipërisë, me dëllishmëri të ndryshme. Tashti ti je në veri, kinse është pjesa e Sari Berishës, kishe socialistët, që ishin në pushtet, kishe shumë sande, e unë sfidoj sot, çdo kush që mund më shpjegu gjërat. Çka ishte tamam loja. U vra një i famshëm politikan, Azem Hajdari, e të tjera. Mësën shumë sandi ndodhen në atë kohë. U vra një general që kince ishte për të bë general i shtabit të UÇK-s, general Krasniqi, në shtatorën e Titet. Shumë gjëra ndodhen në atë kohë, edhe mua më duket më shumë se emri Haklaj është kurbani e këtyre lojrave që ishin jashtë lojrave të Haklajve. Për mu ishte një familje i fort, i rëndësishëm, që për mu armiku kryesor e kishin serbët, do shta vet ata janë viktim të lojrave politike, ndasive politike të Shqipërisë, e kam këtë përshtypje. Kështu më ka shpjegu edhe një djalë i ri që është moshatar me ty, që tash jeton në Bruksel, një ditë që e kam taku para një viti, 2 vite. Kështu ai më ka shpjegu kështu. Edhe mendoj se më shumë jemi viktim të disa thashëve, perceptimeve, edhe më duket se duhet me gërmu më shumë për të më nxjerrë të vërtetat. Po duhet me kuptu që ishte jeta politike në atë kohë baspari, e çfarë ishte lidhjet me luftën me qendresën Armatosu, çfarë ishte ndërpërtimi i shërbimeve serbe në këto rrethanat,
është shumë i komplikuar. Kështu që nuk mund ta reduktoj me emrin Haklajve. Unë për vete kam një respekt të mirë, se mua më duket se kanë qenë shumë ndihmës në atë kohë, edhe nuk mund të them se vërtet na kanë kërcënuar të largohemi në atë kohë. Nuk jam e sigurt që ishte kjo. Nuk jam, po s'mund ta them dot.